Do të baj një monolog të vogël për supën e jetës. Çfarë shikojmë në rrjetet tona sociale? Sapo dikush shpreh një mendim të tij, me 10 me 100 njerëz i vërsulen, duke sharë, duke fyer, duke nëpërkëmbur, duke përbuzur. Kaq të lartë e dini veten ju? Sa e mendoni se e drejta e sharjes një është e drejtë kushtetuese? Kaq të mençur e dini veten ju? Sa pa e lexuar, pa e kuptuar se çfarë është duke thënë, i vini me njerë damkën. Dhe këtë e bëni me njerëz që ju kanë ushqyer, me informacion, me art, me kulturë, me dije. Dhe këtë e bëni me njerëz që kanë ndëjtur pranë jush. Mendo se çfarë bëni me ata të tjerët. E di që do më thoni, nuk janë të gjithë shqiptarët kështu. Është shumë e vërtet, nuk janë të gjithë shqiptarët kështu. Por janë aq sa duhet për të prish punë. Një pikë boj mjafton për të ndyrë një vozë të tërë me ujë. Nëse nuk do ta zgjas shumë me mënyrën se si komunikoni me rrjetet sociale, por dua t'u them vetëm një gjë që ta mbani vëth në vesh. Atë gjë që do hidhi në supën e jetës, atë do hani. Faleminderit, natën e mirë dhe miru takofshim javës tjetër.